Vila luksoze, automjete, troje, garazhe e biznese nga më të ndryshme të dyshuara si të siguruara me të ardhura nga korrupsioni apo trafiku i drogës janë pjesë e katalogut të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Në 700 faqe janë listuar të gjitha pasuritë që janë sekuestruar nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe që u përkasin bosove të botës së krimit, por edhe politikanëve. Jamar Maltezi është një prej tyre, pasuritë të cilit duket se janë të konsiderueshme duke nisur nga apartamente deri tek palestra. Vila e deputetes Monika Kuremati është gjithashtu në listë. Alçi Bllako, Jorgo Goro, si dhe apartamenti Ilir Beqajt në Vlorë janë gjithashtu pjesë e këtij katalogu. Vila e bashkëtueses së ish të vendës kryeministrit Arben Ahmetaj, Eriola Hoxha në Hamallaj të Durrësit dhe prona ish bashkëshortes së Ahmetajt Albina Mançka nuk bëjnë përjashtim. Ish bosi të lojrave të fatit Ervis Martinaj, që rezulton i zhdukur që prej vitit 2022 i është sekuestruar gjithashtu një vilë.